Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin ton mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Abu Sa'id al-Khudri, i quajtur ndryshe Sa'd ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu, transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Askujt nuk i shkaktohet dëm dhe askujt nuk i kthehet dëmi me të njëjtën mënyrë. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet apo mesazhet e këtij hadithi. I përkthyer ndryshe në gjuhën tonë, kuptimi i hadithit mund të jetë: mos i shkaktoni dëm dikujt pa marrë parasysh, përfituat diçka apo jo. Në Islam, në fen ton, nuk lejohet dëmtimi i vetes dhe as i të tjerëve, qoftë në shëndet, në pasuri, në familje apo në punë të ndryshme të dynjas. Nuk lejohet dëmtimi i tjetrit nga hakmarrja dhe as nga zilia apo ligësia. Nuk mund ta zgjidhësh dëmin tënd duke i shkaktuar një dëm të barabartë dikujt tjetër. Në kushtet kur jemi mes dy të këqijave të pashmangshme, pranohet dëmi më i vogël për të larguar dëmin më të madh. Nëse dëmtimi është i paqëllimt, dëmi largohet dhe dëmtuesi nuk ka gjuna. Ndërsa nëse dëmtimi bëhet qëllimisht, dëmi përsëri largohet, por edhe dëmtuesi konsiderohet gjunahçar dhe meriton dëshkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Janë të shumta ajetet kuranore që na udhëzojnë të distancohemi nga dëmtimi. Për shembull, fjala vjen: kur Allahu subhanahu wa ta'ala trajton ndarjen e trashëgimisë, mes tjerash, thot, në surën An-Nisa, ajeti 12, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: pasi të kryhet apo të zbatohet testamenti i të vdekurit, e të lahet borxhi i tij, duke mos e dëmtuar askënd. Pra mesazhi i ajetit është se testamenti lihet me qëllim të mirë dhe jo me synim për të dëmtuar trashëgimtarët, duke u hequr apo paksuar hisen e trashëgimisë. Një shembull tjetër, kur Allahu subhanahu wa ta'ala sqaron çështjet e divorcit, mes tjerash thot, në surën Al-Baqara, ajeti 231, thot Allahu subhanahu wa ta'ala: dhe mos i mbani bashkëshortet me qëllim dëmtimi, pra mos synoni vujtjen e tyre, se në këtë mënyrë i bëni padrejtësi vetvetes. Pra mesazhi i këtij ajetit është të tregojë se çdo padrejtësi ndaj krijesave sjell dëmtim të vetes. Një shembull tjetër, kur Allahu subhanahu wa ta'ala shtjellon çështjen e gjillënies, mes tjerash, në surën Bekara, ajeti 233, Allahu subhanahu wa ta'ala vën në dukje këtë fakt. Thot: nuk ngarkohet askush për te i mundësisë që ka. Nëna, le të mos dëmtohet, mos të lëndohet për shkak të fëmijës së saj, e as babai të mos dëmtohet për shkak të tij. Një shembull i fundit. Kur Allahu subhanahu wa ta'ala ka përcaktuar ushqimet e ndaluara të dëmshme, në fund të ajetit nënvizohet ky fakt. Në surën Al-Baqara, ajeti 173, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: por kushdo që detyrohet nga nevoja të hajë ndonjë gjë prej ushqimeve të ndaluara, pa dashur të bëjë gjuna, pa synuar gjunahun dhe pa e kaluar kufirin, pa e tepruar, nuk do të fajsohet. Vërtet Allahu azza wa jall është falës i madh dhe mëshirëplot.
Pra, mesazhi i ajetit është: nëse është në pikpyetje jeta nga uria, atëherë lejohet harami aq sa për t'i ikur rrezikut të dëmtimit. Shprehja profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithin ton, në hadithin e temës, është një parim themelor i fesë ton, i cili përdoret për parandalimin e padrejtësive dhe për mbrojtjen e të drejtave të njerëzve dhe për vendosjen e drejtësisë në marrëdhënie mes njerëzve. Nëse dikush mendon pak dhe thellohet pak, përse Islami e ka ndaluar në tregti mashtrimin? Përse Islami e ka ndaluar shitjen e mallit me defekt? Përse Islami e ka ndaluar rritjen artificiale të çmimeve? Sepse dëmtohet blerësi. Një shembull tjetër, mund të themi përse Islami e ka ndaluar drogen, duhanin, alkoolin? Sepse dëmtohet shëndeti, dëmtohet trupi, dëmtohet organizmi dhe në Islam nuk ka dëmtim. Ky parim i hadithit ton nënkupton se nuk lejohet të dëmtohet askush pa arsye. Nuk lejohet të reagosh me padrejtësi edhe nëse je dëmtuar. Fjala vjen, si shembull, nëse një antar i familjes të flet keq, ti nuk duhet t'i përgjigjesh me fyerje me të rënd, sepse parimi ynë është mos e shto dëmin, por zgjidhe konfliktin me qetësi. Le të marrim një shembull tjetër. Nëse një koleg pune përpiqet të dëmtoj duke përhapur thashëtheme, ti nuk duhet të bësh të njëjtën gjë ndaj tij. Një shembull tjetër. Nëse dikush të pret rrugën në mënyrë të rrezikshme me makinën e tij, ti nuk duhet ta ndjekësh për t'u hakmarr ose për të rrezikuar edhe më shumë situatën, sepse parimi ynë si musliman është mos e kthe gabimin me një rrezik tjetër. Një shembull tjetër, fqinji bën zhurmë natën. Ti nuk duhet të bësh zhurmë qëllimisht për t'ia kthyer kusurin komshiut tënd. Pra, thënë shkurt, mos e fillo dëmin dhe mos e përkeqëso atë kur ndodh. Ndër parimet më të çmuara në Islam është: duaj për njerëzit atë që dëshiron për vete, çfarë nuk dëshiron që njerëzit të ta bëjnë, mos u a bëj atyre. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lënë amanetin e Allahut subhanahu wa taala, fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurinë tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.